Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s përmes një konference në Tiranë lajmëruan një tubim në mbështetje të 4 ish-drejtuesve që janë në gjykatën speciale për krimet e luftës. Motoja jonë është edhe unë jam UÇK, drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Ky do të jetë mitingu i tretë pas organizimit në Prishtinë e mëtej edhe në Hag. Në bashkëpunim të organizojmë një protestë paqësore, gjithmonë paqësore mundshme, e cila do të shpreh mbledhjen tonë ndaj gjykatës speciale që kemi. Na bashkohen të gjithë së bashku me ne të protestojmë kundër padrejësive të cilat po bëhen kundër krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë. Organizatorët ftuan për një pjesëmarrje prej të gjithë trevave, duke e cilësuar procesin të padrejtë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. Një të ngrimi të gjithë si një zë i vetëm për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët tanë dhe për të kundërvyer padrejësisë. Tashmë në gjykatën speciale ka nisur mbrojtja e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Arrestimi i tyre u krye 5 vite më parë duke shënuar një nga proceset më të gjata.